Në ditën e shpallur si dita e dëshmorëve, një delegacion nga komuna e Gostivarit, ajo e Vrapçishtit, familjar të dëshmorëve, ish luftëtar dhe përfaqësues institucionesh, kanë bërë homazhe mbi varret e dëshmorëve të rajonit të Gostivarit. Homazhet filluan nga varri i dëshmorit Isa Fazlia, për të vazhduar më pas në Negotin dhe Kalisht, te varret e dëshmorëve Naser Ademit dhe Refik Iljazi. Dëshmor ose jo, si të doni më quani, por amanetin vëllezër, amanetin për liri, të maruani. Në mesin e bijve më të mirë të kombit që ju përgjigjen kushtrimit gjatë konfliktit armatosur në Maqedoni në vitin 2001, gjendeshin edhe Isa Fazlia nga Gostivari dhe Naser Ademi nga fshati Negotin. Ata vepruan si pjesëtar të brigadës 116 të drejtuar nga generali Tahir Sinani me bashk luftëtarët Hyre Mini e Brahim Ademi nga Ferizaj. Sot me rastin e ditës së dëshmorëve, për nderuar veprimtarin luftarake dhe sakrificën e tyre për liri, delegacioni nga komuna e Gostivarit dhe ajo e Vrapçishtit, familjar të dëshmorëve, ish luftëtar dhe përfaqësues institucionesh, filluan homazhet nga varri i dëshmorit Isa Fazlia në Gostivar, për të vazhduar më pas në Negotin tek varri i Naser Ademit dhe pastaj tek të gjithë ata që historia më e re shqiptare i nderoi me titullin më të lartë të mbamendjes njerëzore, atë të dëshmorit. Koordinatori i deputetëve të Bashkimit Demokratik për Integrim Talat Xhaferi tha se sot gjendemi në vendprehjen e dëshmorëve të kombit për të ritheksuar edhe një herë se puna, mundi dhe gjaku i tyre nuk shkuan huq. Jemi të bindur se atë rrugë që e plasuam në vitin 2001 do ta çojmë deri në fund të bashkë me amanetin e tyre, me mjete politike, theksoi Xhaferi. Vendprehjes së dëshmorit Isa Fazliu për të ritheksuar edhe një herë se puna, mundi, gjaku i tyre nuk është i derdhur kot, për të rikujtuar edhe një herë se ne mbetemi në rrugën e tyre dhe asnjë sfidë e tashme e ardhshme nuk do të mund të na largon nga ajo rrugë që me armën në dorë e kemi hecur bashkarisht. Ne jemi të bindur se atë rrugë që e kemi trasuar në 2001 do ta çojmë deri në fund me mjetet politike, të cilët e kemi vazhduar me amanetin e tyre. Dhe kryetari i komunës së Vrapçishtit tha se sot erdhën për të nderuar veprën, gjakun dhe idealin e dëshmorëve tanë, duke nënvizuar se ne do të vazhdojmë të ecim përpara pa marrë parasysh rrethanat dhe zhvillimet që ndodhin në vendin tonë. Për të shënuar datën 5 maj, dita e dëshmorëve në të gjitha trevat shqiptare, ne jemi sot të organizuar bashkë me shok veprimtar në një lloj mënyre edhe udhëheqjes të institucioneve dhe jemi në vizita të vendprehjeve, varrezave të dëshmorëve Isa Fazliut, Naser Ademit dhe Refik Iljazit, dëshmor të këtyre trevave, të komunës së Gostivarit dhe komunës së Vrapçishtit, për të nderuar veprën, gjakun dhe idealin e tyre për të cilën ranë në vitin 2001. Vazhdojmë që çdo vit të shënojmë këto data historike pa marrë parasysh zhvillimeve në përgjithësi. Pende autorëve, dëshmorët i cilëson si persona që ranë për të mos vdekur kurrë, sepse gjaku i tyre nuk ishte thjesht një ngjyrë e derdhur aksidentalisht, por ishte ngjyrë lapsi e cila kishte për synim që të ndryshojë kahjen e historisë në dobitë e asaj për të cilën ata dhanë betimin dhe morën bekimin.